Kryeministri Mickoski bëhet pishman për deklaratën për regjistrimin e popullsisë. Arben Taravari thot se shqiptarët po marginalizohen në institucionet shtetërore. Ndryshon temperatura, pritet mot me shi dhe erë të fuqishme. Policët ndalojnë lëvizjen në disa pyje, synohet të parandalohen zjarret. Përshëndetje të nderuar shikues. Kryeministri Christian Mickoski sot flet ndryshe nga dje. Një ditë më parë, nga foltorja e Kuvendit propozoi që të bëhet regjistrimi jashtëzakonshëm elektronik i popullsisë tani, ndërsa sot thotë se regjistrimi i rregull duhet të bëhet në vitin 2031 dhe 32. Ndërkohë, zëvendës kryeministri Zet Mexhiti ka nisur me, siç i ka quajtur ai, informacione të tmerrshme që kanë të bëjnë me regjistrimin e vitit 2021. Nga ky regjistrim, siç thonë, të realizuar nga kuadrot e BDI-s në regjistër të vogël ka mungesë të mbi 3500 banorëve të regjistruar, kurse në fshatin e 5 më të madh komunës së Sarajit, pra në Gërçec, siç u shpreh ai, patriotat e BDI-s kanë regjistruar vetëm 36 banorë me 0 jo rezident. Kryeministri Christian Mickoski sot e përmirësoi Christian Mickoski në ditës së djeshme. Nga foltorja e Kuvendit një ditë më parë propozoi që të bëhet regjistrim i jashtëzakonshëm elektronik i popullsisë vitin e ardhshëm, por këtë e kushtozoi që të pranohet propozimi i tyre për një njësi zgjedhore. Ndërsa sot thotë se regjistrimi i rregullt i popullsisë duhet të bëhet në vitin 2031 dhe 2032, por mund të bëjnë regjistrim tjetër ndërkohë nëse dikush, referuar deputetëve të opozitës, thotë se po dyshon në regjistrimin e vitit 2021. Видите, редовните пописи се во првите 2 години од почетокот. Regjistrimi i rregullt duhet të ndodhë në 2 vitet e para të fillimit të dekadës. Në mënyrë statistikore, regjistrimi bëhet në fillim të dekadës, që do të thotë në vitin 2031-32. Por nëse dikush dyshon dhe ka vullnet politik, sepse në fund ditës procedura votohet në parlament, atëherë mund ta bëjmë tani, sepse dikush përsëri po tenton të keq përdor ndjenjat e qytetarëve me porosi politike, ndërsa ky është operacion statistikor. Dyshimin e të dhënat e regjistrimit të fundit ka hedhur edhe zëvendës kryeministri Zet Mexhiti. Ai në Facebook ka nisur publikimin e, siç i ka quajtur, informacione të tmerrshme për regjistrimin e vitit 2021. Nga ky regjistrim, thot Mexhiti, në regjistër të vogël ka mungesë të mbi 3500 banorëve të regjistruar. Sipas regjistrimit të vitit 2021, realizuar nga kuadrot e selis BDI-s në regjistër të vogël, janë regjistruar gjithsej 1653 banorë shqiptar mbi moshën 18 vjeç, kurse vetëm në zgjedhjet parlamentare të vitit kaluar, në regjistër të vogël partitë shqiptare gjithsej kanë arritur 2402 vota shqiptare. Pa i analizuar banorët që nuk kanë dhënë në votime dhe ato nën 18 vjeç, në regjistër mungojnë 800 banorë. Ndërsa në shpalosjen e këtyre informacioneve një ditë më parë, Mexhiti shkroi se në fshatin e 5 më të madh të komunës së Sarajit në Gërçec, siç u shpreh ai, patriotat e BDI-s kanë regjistruar vetëm 36 banorë me 0 jo rezident. Përndryshe, një ditë më parë, gjykata kushtetuese shfuqizoi metodologjinë e përdorur të regjistrimit të fundit për popullsinë rezidente dhe jo rezidente. Vazhdojnë kritikat e opozitarëve në lidhje me pozitën dhe rolin e shqiptarëve në qeveri. Kryetari i Aleancës për Shqiptarët Arben Taravari, mbrëm nga një aktivitet partijak, ka thënë se situata e shqiptarëve në vend ka kaluar në gjendje alarmante, posaçërisht për shkak të bllokimit procesit të integrimeve europiane dhe marginalizimit ekstrem, siç e ka cilësuar ai, të shqiptarëve në institucione shtetërore. Kryetari i Aleancës për Shqiptarët, Arben Taravari, gjatë një tubimi me banorët e Kostivarit, ka drejtuar një sër kritikash për qeverinë aktuale dhe për ish-bashkëpartiakët e tij, të cilët vendosën të mbeten në qeveri. Taravari tha se situata e shqiptarëve në vend me këqeverisje është alarmante. Sipas tij, shqiptarët sot janë të marginalizuar më shumë se kur. Ai vuri në dukje 2 arsye kryesore që e cilësojnë momentin aktual si një gjendje të jashtëzakonshme për shqiptarët, procesi bllokuar i integrimeve europiane dhe marginalizimi ekstrem i shqiptarëve në institucionet shtetërore.
Prandaj, në kështu situata krizash, kur shqiptarët totalisht marginalizohen, ne nuk mund të jemi hyjsmeqar të Macedonasve, mund të jemi vetëm partner të Macedonasve në të shka. Koha e hyjsmeqarllëkut ka mbaru në 90-ave. Mbas asaj, shqiptarët asnjëherë s'mund të jenë hyjsmeqar të dikujt. Po as Mickovskit, as Zaerit, as dikujt të ardhshëm. Kjo gjendje aktuale në Maqedoni është gjendje e jashtëzakonshme për shqiptarët. Ndërkaq, sa i përket ish-bashkëpartiakëve të tij, Taravari e sfidoi publikisht drejt për drejt Arben Fetajin dhe Azir Aliun që të dalin si kandidat në zgjedhjet lokale në Gostivar dhe Likov, dhe nëse marrin më shumë se 1000 vota, Taravari tha se do të largohet nga politika. E ftoi Azir Aliun edhe Arben Fetajin, pa i ofendu, o bura, dilni me fush mejdanit, dilni në Gostivar e Likov kandidat, në qoftë se merrni më shumë se 1000 vota për shqiptarëve, unë nuk merrem me politikë. Hajde bujrumi, sfidoj. Para të pranishmëve, Taravari sqaroi edhe arsye se pse vendosën pas një viti të largohen nga qeveria. Ai tha se premtimet nuk janë realizuar, ndërsa përmendi se nga kredia hungareze janë ndihmuar 200 kompani, të gjitha nga mashënia lindore dhe asnjë kompani shqiptare. Gjithashtu, premtimet kreu SH tha se nuk janë realizuar as në punësimet e shqiptarëve, ku siç tha, shifen lumë njerëz të punësuar të etnitetit maqedonas dhe numra binar të punësuar shqiptar. Njëri prej ish-bashkëpunëtorëve të Arben Taravarit, Arben Fetaj, është përgjigjur sfidës kreut ASH-s që doli në opozitë se Taravari është mirë të kandidojë vetë në Gostivar, pa mbështetjen e BDI-s. Fetaj thekson se Taravari dhe Snopçe janë njerëz të diskredituar dhe janë shndruar në paterica të BDI-s. Zëvendës kryeministri Arben Fetaj është përgjigjur me kundër sfidës Arben Taravari dhe Halil Snopçes, që ai të garoj për kryetar të Likovës në zgjedhjet lokale në logo të koalicionit Vlen, në vend se ta sfidojnë. Fetaj tha se Taravari është mirë të kandidojnë në Gostivar vetë pa mbështetje të BDI-s. Thotë se Taravari dhe Snopçe janë njerëz të diskredituar dhe janë shndruar në paterica të BDI-s. Janë përkeqafe, janë transformuar, po fshihen mbrapa BDI-s. Dhe në vend se të sfidojnë dikë tjetër, është mirë që të sfidojnë vetë vetën, është mirë që dalin në Gostivar dhe kudo që u Armenia të dalin, po jo me votat e BDI-s, të nxjerrë BDI-ja kandidat dhe të nxjerrin edhe ata kandidat në Gostivar dhe Gjetiju dhe ta shohin veten se ku janë. Mes tjerash, ai zbulon edhe një bisedë me Arben Taravarin, pikërisht për komunën e Likovës. Arben Taravari e di shumë mirë cilat emra i kemi diskutuar dhe mi ka ofruar, madje ka thonë, zgjedh cilin e don ti që të jetë kryetar i komunës së Likovës me votat e BDI-s. Unë i kam thonë, Arben, mund vjen shumë keq, cili do emër, qoftë edhe ai shok i afërt i imi, që bëhet kryetar i Likovës me votat e BDI-s, nuk është kryetari im. Nuk mund të jetë kryetari im. Unë nuk e përkraj asnjë zyrtar të Aleancës për Shqiptarët që del si kandidat i BDI-s në zgjedhjet komunale. Në këtë prononcim ekskluziv për televizionin Shenja, veç kësaj teme, zëvendës kryeministri Fetaj foli edhe për ligjin për përfaqësim të drejtë, ndryshime që pritet të bëhen dhe përbërjen e trupit koordinues që do të përndjek mënyrën e implementimit të ligjit për përfaqësim të drejtë. Zëvendës kryeministri Arben Fetaj ka thënë se në fillim të mandatit janë përballur me gjakderdhe financiare, duke shtuar se 70% e buxhetit planifikuar ishte harxuar vetëm në 5 muaj. Ai ka thënë se në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtar kanë hartuar planin vjetor për qeverisje të mirë për vitin 2025. Një intervistë me zëvendës kryeministrin Fetaj mund ta ndiqni sot mënyrë pas edicionit të lajmeve në të orës 13:55. Përmes një konference për media, zëvendës kryeministri për qeverisje të mirë, Arben Fetaj, ka zbuluar të arriturat e tij në këtë një vjeçar, sa Vleni është pjesë e qeverisë. Fetaj ka thënë se në fillim të mandatit janë përballur me gjakderdhje financiare, duke shtuar se 70% e buxhetit të planifikuar ishte harxuar vetëm në 5 muajt e parë. Thotë se nga qeverisja e kaluar trashëguan krimin dhe korrupsionin në të gjitha strukturat institucionale. Zëvendës kryeministri Fetaj zbuloi mes tjerash se çfarë kanë bërë për të ndalur këto keq përdorime. Në bashkëpunim me partnerët tanë ndërkombëtar,
IRIN, NDI-in, UNOPS-in, USAID-in dhe shumë të tjerë të cilët dua t'i falenderoj publikisht për përkrajën e tyre të vazhduar, kemi hartuar plan vjetor për qeverisje të mirë për vitin 2025, i cili është i qasshëm për këdo në webfaqen e qeverisë. Ky plan bazohet në 4 shtylla themelore. E para, parandalimi dhe lufta kundër korrupsionit. 2. Fuqizimi i kapaciteteve për hetime financiare dhe konfiskim të pasurisë së paligjshme. 3. Transparenca dhe qasja në informacion për qytetarët dhe mediumet. Dhe 4. Dialogu strategjik me shoqërinë civile. Fetaj zbuloi se në qeveri është miratuar strategjia për hetime financiare dhe konfiskim të pasurisë së paligjshme. Ja usvojmë nova ta strategia. Kemi miratuar strategjinë për hetime financiare dhe konfiskim të pasurisë 2025-2028, po themelojmë Këshillin Nacional që do të udhëhiqet nga unë për të kthyer këtë strategji në veprim konkret. Pasuria e krimit do të shkojë në buxhetin e shtetit për qytetarët, për zhvillim social, jo në xhepin e të korruptuarve. Në vazhdim, Fetaj numëroi edhe të arriturat e tjera në resorin e tij duke përmendur edhe ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, që sipas tij, përmes këtij ligji do të bëhet përfshirje e barabartë dhe proporcionale të gjitha komuniteteve në organet shtetërore, njëjtësiç e parasheh marrëveshja e Ohrit. Ai shtoi se në muajt në vazhdim, Maqedonia e Veriut do të jetë në qendër të vëmendjes europiane me disa ngjarje që pritet të organizohen në vendin tonë. Koalicioni Vlen ka reaguar sot në lidhje me miratimin e ndryshimeve të ligjit për inspektoratin e gjuhëve, përgjithsisht të ligjit për administratën shtetërore, duke thënë se me këtë hapet rruga për zgjedhjen e çështjes së kompenzimit financiar për punonësit e inspektoratit gjuhëve. Nga Vleni thonë se kjo është një çështje që për vite me radhë është zvarritur dhe lënë në harres nga qeveritë e mëparshme, ndërsa tashmë po merr trajtim të qartë dhe zgjidhjet merituar. Pas stabilizimit të kësaj situate, Vlen do të nisë menjëherë procedurat për ngritjen e agjencisë për zbatimin e gjuhëve në një nivel më të lartë institucional, me qëllim që më pas edhe inspektorati i gjuhëve t'i bashkëngjitet këtij institucioni të rëndësishëm. Ndryshimet e miratuara, përveç se mundsojnë funksionalizimin financiar të inspektoratit, përfshin edhe një marrëveshje politike të rëndësishme që i jep inspektoratit gjuhëve të drejtën për shqiptimin e gjobave, një kompetencë kyçe për rritjen e efikasitetit dhe zbatimin konkret të ligjit për përdorimin e gjuhëve, ka thënë nga Vleni. Drejtoria për çështje hidrometeorologjike ka konfirmuar ndryshimin e motit, i cili pritet të jetë me erë të fuqishme dhe shi të rrëmbyeshëm. Nesër dhe të dielën do të jemi në ndikimin e rrymës ajrore veriore, do të fryjë erë fort veriore, e cila do të arrijë shpejtësinë mbi 70 km/h, ndërsa ajo do të shkaktojë rënje të temperaturave, njoftojnë nga Drejtoria për Punë Hidrometeorologjike. Vala përvoluese e të nxehtit ka pushuar Maqedoninë e Veriut, duke e kthyer çdo cep të vendit në një zonë nën alarm temperaturash ekstreme. Termometi ditët e fundit ka kaluar mbi 38 gradë Celsius në disa qytete, ndërsa ajri i rënduar dhe dielli përvolues po ndikon drejt për drejt në jetën e përditshme të qytetarëve. Drejtoria për çështje hidrometeorologjike ka dalë me një paralajmërim zyrtar duke konfirmuar se vala e të nxehtit nuk ka ndërmend të tërhiqet, por përkundrazi, gjatë këtij vikendi theksojnë që do të ndjejmë freski, pasi që do të jemi në ndikimin e rrymës ajrore veriore, e cila do të arrijë shpejtësinë mbi 70 km/h, e cila do të shkaktojë rënje të temperaturave për këtë vikend. Nesër dhe të dielën do të jemi në ndikimin e rrymës ajrore veriore. Do të fryej erë fort veriore, e cila do arrijë shpejtësinë mbi 70 km/h. Ndërsa ajo do shkaktojë rënje të temperaturave. Domethënë për vikend do të kemi temperaturë më të freskët me temperatura maksimale diku prej 26 deri 36 gradë Celsius, në Shkup deri 34 gradë Celsius. Prej të hënës edhe tutje do të mbajë mod stabil me diell. Ndërkaq që në ditët në vijim, ata thonë se vala e të nxehtit do të rikthehet përsëri, nga ku potencuan se do të mbajë mod stabil dhe me diell. Ndërkaq, autoritetet u bëjnë thirrje qytetarëve të tregojnë kujdes të shtuar, sidomos gjatë orëve të mesditës, të evitojnë daljet, të qëndrojnë të hidratuar dhe të përdorin rroba sa më të lehta. Ndërkaq, po monitorohet edhe rreziku i shtuar për zjarre dhe mungesë të rreshjeve. Autoritetet shtetërore kanë njoftuar për ndalimin e plot lëvizjes në pyjet dhe tokat pyjore në gjithë territorin e Maqedonisë Veriut. Ministria e Punëve të Brendshme sqaroi se kjo masë është ndërmarrë me qëllim mbrojtjen e mjedisit natyror dhe parandalimin e fatkeqësive që mund të shkaktohen nga zjarret pyjore gjatë sezonit të verës.
Ministria e Punëve të Brendshme, në përputhje me udhëzimet e qeverisë dhe me kërkesë të përdoruesve të pyjeve, ndërmarrjes publike pyjet kombëtare dhe parqet kombëtare që menaxhojnë zonat e mbrojtura, ka njoftuar për ndalimin e plot të lëvizjes në pyjet dhe tokat pyjore në të gjithë territorin e Maqedonisë së Veriut. Kjo mas është ndërmarrë me qëllim për mbrojtjen e mjedisit natyror dhe parandalimin e fatkeqësive që mund të shkaktohen nga zjarret pyjore gjatë sezonit të verës. Vendimi hyn në fuqi më 1 korrik, nga ku do të zgjas deri më 31 gusht. Për më tepër, në njoftimin zyrtar të MPB-s thuhet se për mosrespektimin e kësaj mase, individët që gjenden duke lëvizur në pyje dhe toka pyjore do të gjobiten nga 1.500 deri në 2.000 euro, në kundërvlerë në denar. Lëvizja në pyje do të lejohet vetëm me një miratim me shkrim të lëshuar nga degët e NP-pyjet kombëtare dhe parqet kombëtare, përkatësisht për zonën që ato menaxhojnë. Për mos respektimin e këtij ndalimi të plotë të lëvizjes në pyje dhe toka pyjore, individët që gjenden duke lëvizur në pyje dhe toka pyjore në përputhje me nenin 106 të ligjit për pyjet, do të gjobiten nga 1.500 deri në 2.000 euro në kundërvlerë në denar. Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujrave u bën thirrje qytetarëve për kujdes të veçantë, me qëllim parandalimin e shfaqjes së zjarreve në hapësira të hapura. Sipas tyre, është me rëndësi që qytetarët të kuptojnë rrezikun dhe pasojat e shfaqjes së zjarreve dhe që përmes sjelljes së tyre të kontribojnë në mbrojtjen dhe ruajtjen e pyjeve, mjedisit jetësor, pronave dhe komunitetit në tërësi. Personat që kryejnë aktivitete në sipërfaqe bujqësore, si dhe blegtorët, të jenë veçanërisht të kujdesshëm gjatë kryerjes së aktiviteteve për të mos shkaktuar djegje të pakontrolluara të tokës bujqësore apo kullotave, gjë që është rreptësisht ndaluar me ligje dhe paraqet vepër penale. Element kyçe në parandalimin e zjarreve me përmasa të gjëra është zbulimi i shpejtë. Publiku duhet të alarmojë më një herë në 112. Ndërkaq, Ministria i inkurajon të gjithë qytetarët të qëndrojnë të informuar dhe të marrin masa parandaluese për të evituar shfaqjen e zjarreve në hapësira të hapura, nga ku këshillojnë që të shmanget ndezja e çdo lloji zjarri gjatë periudhave me erë të fortë ose në kohë të thatë, të përdoren metoda më të sigurta për pastrimin e tokës dhe largimin e materialeve të djegshme. Komisioni Regulatori Energjetikës ka vendosur që të ulë çmimin e eurodizelit për 2.50 denar për litër. Pas kësaj uljeje, çmimi i ri me pakicit dizelit tani do të jetë 70.50 denar për litër. Ndërkohë çmimet e benzinave 95 dhe 98 si dhe vajt ekstra të lehtë për anvisëri mbeten të pandryshuara. Vazhdojmë me lajmet. Tubimi i deputetëve zgjedhur për mandatin e ri të Kuvendit të Kosovës kaloi shpejt dhe këtë të premte megjithëse me disa të reja. Sot shënoi hera 38 që deputetët u mlodhen për ta bërë Kuvendin e dalë nga zgjedhjet e nënshkurtit në një seancë konstituive të thirrur më 15 prill. Deputetët u pajtuan që ta shtyjnë takimin për dielën 29 qershor në pritje të një takimi të liderit vetëvendosës Albin Kurti me krerët e partive tjera parlamentare dhe pas aktgjykimit të gjykatës kushtetuese. Bullgaria do të kalojë në përdorimin e euros më 1 janar 2026. Vendimi miratua nga liderët e Bashkimit Evropian gjatë samitit zhvilluar në Bruksel, duke i hapur rrugë këtij vendi të bëhet antar i 21 të eurozonës. Ky është një hap i madh për ekonominë bullgare, e cila ndonse mbetet ndër vendet me të ardhura më të ulta për frym në Bashkimin Evropian, ka shënuar rritje të qëndrueshme dhe ka përmbushur kriteret për pranimin në eurozonë. Përfaqësuesi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë për Palestinën, Rip Piperkon, tha se midis 27 maj dhe 22 qershorit, rreth 500 njerëz janë vrarë, teksa përpiqeshin të merrnin ushqim pranë pikave të shpërndarjes së ndihmës
të fondacionit humanitar të ndihmës për Gazën i mbështetur nga Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai dhe koordinatori i ekipit mjekësor të emergjencave të OBSH-s në Gaza, Luka Pigoci, bën vlerësimet e tyre duke marrë pjesë përmes internetit në konferencën javore për mediat zyrës OKB-s në Gjenevë. Ai kritikoi planin e shpërndarjes së ndihmës humanitare të kryer nga Fondacioni Humanitar i Ndihmës për Gazën i mbështetur nga Izraeli dhe SBA-ja në rripin e Gazës. Po mbyllim këtu këtë edicion të lajmeve të nderuar shikues për takuar sërish në orat 18:55. Mirëmbëngjes deri atëherë.